Jemi në aeroportin e Rinasit, bashkë me drejtoreshën e kufirit dhe migracionit. Kam vizituar këtë komisariat të policisë kufitare me qëllim për të parë nga afër masat e marra të policisë kufitare për sezonin veror. Sikurse ju e dini, neve kemi tashmë një sezon veror shumë të gjatë. Normalisht fluksi i pasagjerëve që hyjnë dhe dalin në Republikën e Shqipërisë është shumë i madh. Vitin që kaluar patëm një nga shifrat më rekord të turistëve në vendin ton, ku 12 milion turist vizituan vendin ton dhe është një shifër shumë krenare që na bën të gjithëve dhe na gëzon për sa i përket kushteve dhe standardeve të sigurisë që ky vend ka tashmë. Ne në sezonin e kaluar me 12 milion turist patëm 0 incidente për sa i përket konflikteve, veprave penaleve që i ndodhin turistëve. Pra kjo është një shifër që në vendet e Bashkimit Evropian tashmë është vështirë për të gjendur. Kontrolli i pasaportave kërkon një vëmendje të veçantë në e-gate-et, duke treguar dhe udhëzuar hapat se si mënyra e kalimit në pikat e kalimit të kontrollit kufitar bëhet. Unë besoj se sot aeroporti i Rinasit është një nga aeroportet dhe pika hyrëse kryesore kombëtare e Shqipërisë, ku qytetarët shqiptar marrin shërbimin e dur. Sot kemi arritur standardet të një niveli shumë të lartë krahasuar me gjithë partnerët tanë, Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara Britania e Madhe, pasi kemi një organizim dhe një standard strukturë pune të tillë që të eliminojmë çdo rast të përdorimit dokumentat falsifikuara, të rrisim sigurinë e udhëtimit ndërkombëtare, sidomos linjave me risk drejt Shtetet Bashkuara apo Britanisë së Madhe, si dhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në shkëmbimin e informacioneve në kohë reale me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar.